Do të takojmë sot Petriti Merin. Sigurisht që emri i tij nuk ju thot asgjë, por në Cerik ai është heroi lokal. Ky zotëri është konstruktori i parë shqiptar i një makine të mërzilt. Makina Cabrio është një okubatur minimale, por është shumë e përshtatshme për trafik të dendur dhe mbi të gjitha është automjeti i parë made in Albania. Atëherë zotë Petrit, si ju lindi ideja për një makinë të bërë vetë, made in Albania, e para made in Albania? Ideja duke llojisur, duke si zanatësi na sedra ime e punës, tashun si mos bëj një gjë të bukur, një gjë të mirë. Petriti është një inovator, por për procesin e punës ai ka qenë shumë strikt dhe nuk i ka lënë asgjë rastësisë në gjëvajzën e tij të vogël. Bleva llamarinën, bleva shasit, e fillova nga para, Si e bëre shasin? Shasit e preva, mora ele, profile, i preva në dyqan, i sajova, pos ndoli e para, bëra dytën, pa tjetër, sa ime sa e këna fillimi. Pastaj nga shasia, orientova në sistemi e drejtimit, pastaj dola mrapa, shoqëria. Me koka zbare, me koka paraleli, me pion, me tëra. To i ndërtove vetë apo i blevet gati? To vetë, duke preva 2 mërseta aty të mia. Por nuk ka qenë një shëtitje e lehtë që një grumbull e kurishtesh të rëndomta t'i kthejë në një makinë jo vetëm funksionale, por mbi të gjitha të sigurt. Unë asë vështësi në të frenave. Pivaja 3-4 singaret e mlova menjen, pyshtja bëj, lojisu, me menjet mbledhur, e gradova truin, edhe ja dola nanë. Eri puna e mashëve pastaj. Sepse mashët janë shumë interesante, i keni nxjerrë aty në krah? Po, mashët doja t'ja përshtatje invalidëve të punë. Po qysh ta sajoj këtu tash se bitën sy si shkop këtu ajo. Një herë ja bëra këtu, pastaj e ndora këtu. Po çfarë bë? Me që kishte 2 goma të rezervë këtu, tash nuk ja bëra gomë rezervë te. Si në çdo skuteri serioze, testimi është momenti i shenjtë, ku mlidhet ankthi dhe frika e ndonjë dështimi, përfshin ndonjë aksident në rrugë automobilistike. Kash provat, po diljen kod vonë tu, që mos shikonte njëri se. Tedra është gjë e madhe. Tedra gjë e madhe, 61 vjeç, kështu që ja dola nanë saj. Kur dola në provë atë natë, pasi që e nxora deri poshtë në qytet, mashallah ajo. Diçka duhet theksuar. Kjo nuk është zbavitje e fundjavës për Petritin. Pas një jete të mbushur me vështirësi, fatkeqësi, to makina të vogla të prodhuara nga i vet janë dashuria e tij dhe një shtysë e madhe përpara. Sot keni makinë? Jo, e kam shitur. Në fukarallëku e kam shitur. E keni bërë këtë? As dyqan, as fëmijë, as gjë, unë jam vetëm. S'kam asnjë gjë. Të blesh shtëpisë këmbimi për markat e njohura është ndoshta veprimi më banal në raport me një makinë. Por ku i ka fabrikuar shpik si ynë para kolpet dhe karocerinë e makinës së tij? Ka qenë makinë lodra apo i keni ndërtuar vetë? Kam mbledhur këtu, ja te ka vënë loza, këtu i kam mbledhur këto. Te plerat. Duke marrë, duke ashtu, ja kam ja 2, ka pak televizorash aty, do të nxjerrë tjetër. Tashmë Petriti mund të quhet një prodhues makinash i afirmuar. Kjo është e para që keni bërë? Jo, është e dyta. Një e kam çuar në Belç, e mori për gjaj. Dihet që makinat e bukura janë edhe një magnet shumë i fuqishëm për femrat. Bashkëshortën e shëtisni me këtë makinë? Oh, huje, po sëndile si kam bërë prapa asaj. Po si kam bërë se kam halë se ma thyen ajo. Kështu që ma, te i kujtali gjysëm. Petriti i ka tejkaluar vetëm pasi ai në zanat ka hekurin dhe drurin dhe lidhjet elektrike nuk kanë fare të bëjnë me të. Po u desh? 1 muaj e gjysmë punë. Punë që themi na mëngjesi deri në orën 2 të natës. Jo, edhe lidhjet elektrike të mësibë. Lidhjet elektrike kam në 2 janë, valla, e kam të incizuar në celular, u bëj mullar kaq atje, se im pjan makinë tamam, s'dihet të jepë drejtim, rregulloj sinjalet, mikshin frezat, edhe i dhash drejtim. Kjo makinë i ka sinjale gjitha si çdo makinë vërtet. Dritat me freza, me drita, me. Ama në gjithë të mrekulli që ka krijuar Petriti, ka një defekt. Ai nuk ka akoma një emër për veprën e tij. Tash ky është prodhim shqiptar 100%. Ju i keni vënë emër si do vini emër? Jo, nuk e di, do pres konfirmim, nuk e di. Udhëzimet nuk e di na do i marr. Kaluar problemi estetik, tashmë vjen momenti i testimit objektiv për të verifikuar të gjitha fjalët që ka thënë Petriti.
Një mjet komod, i sigurt, i bërë me dashuri mbi të gjitha, duke pasur parasysh ata që kushtet fizike nuk i kanë të lehta. Kjo makinë me logo AL është krenaria jonë më e fundit industriale.